Veprimtari Halil Geci ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve të fundit politike në Kosovë, duke paralajmëruar se çdo marrëveshje e opozitës me listën serbe do të ketë pasoja serioze. Ai ka kujtuar paralajmërimet e tij bërë nga viti 2021, kur kishte theksuar se rrëzimi i qeverisë do të sillte rritje të ndikimit të Beogradit në Kosovë. Marrëveshja e opozitës me listën e Beogradit do të kushtoj fort opozitës, veçanërisht LDK-s dhe motrës së saj PDK-s, ka shkruar Geci, duke shtuar se mosformimi i qeverisë Kurti 3 e rrezikon zhdukjen e partive të vogla dhe stabilitetin e vendit. Ai u bë rithirrje partive që të veprojnë me mençuri dhe përgjegjësi për qytetarët dhe të ardhmen e Kosovës. Marrëveshja e opozitës me listën e Beogradit do të kushtoj fort opozitës, veçanërisht LDK-s dhe motrufshës së saj PDK-s, që nga fillimi i politikës kosovare kam qenë i bindur, asnjë qeveri nuk mund të funksionojë nëse është në ndikimin e Beogradit dhe i politikës së Vučićit. Çdo përpjekje për ta cënuar këtë realitet do të ketë pasoja të drejtpërdrejta për stabilitetin dhe të ardhmen e Kosovës. Edhe në vitin 2021, u pata sugjeruar disa deputetëve të LDK-s që të mos e rrëzonin qeverinë, duke i paralajmëruar qartë se nëse e rrëzoni këtë qeveri do të detyroheni të punoni me një qeveri që do t'u afërmojë Beogradi. Fatkeqësisht, ashtu siç e paralajmërova, ajo ndodhi. Qeveria u rrëzua dhe si pasojë ndikimi i Beogradit u rindjeshëm. Zgjedhjet pasuese sollën një humbje të rëndë dhe të turpshme për opozitën e tanishme. Fatkeqësisht, ashtu siç e paralajmërova, ajo ndodhi. Rrëzimi i qeverisë jo vetëm që dobësoi institucionet e Kosovës, por edhe forcoi ndikimin e Beogradit në vendimarrje. Zgjedhjet pasuese sollën një humbje të thellë dhe të turpshme për opozitën aktuale, duke dëshmuar se vendimet e gabuara politike kanë pasoja të drejtpërdrejta për stabilitetin dhe të ardhmen e Kosovës. Edhe sot, në tetor 2025, po ju them si në 2021-shin, nëse nuk bashkoheni për ta formuar qeverinë, ekziston rreziku real i zhdukjes së partive të vogla. Mosformimi i qeverisë është një ndikim i drejtpërdrejtë i Beogradit në bashkëpunim me LDK-n dhe PDK-n. Nëse vendi shkon në zgjedhje pas zgjidhje politike, pasojat do të jenë të rënda dhe populli do të reflektojë fuqishëm me votën e tij. Prandaj, veproni me mençuri dhe përgjegjësi për stabilitetin, për qytetarët dhe për të ardhmen e Kosovës. Nëse ndodh kjo, populli e din mirë se ju opozuzarët keni fajin dhe do të ndihet i tratuar, do ta humbni besimin e qytetarëve dhe nuk do të mund t'i kërkoni më vot askujt. Prandaj veproni me mençuri dhe përgjegjësi për stabilitetin, për qytetarët dhe për të ardhmen e Kosovës.